Përmbledhja e filmit. Jason Statham te i kalon në MI5-ën vjedh $5 milion. Në këtë qytet ekziston një bandë famkeqe kriminale. Shefi i tyre quhet Michael, duke quajtur veten versioni i zi i Robin Hood. Por ai merret me drogë, rëmbime për shpërblim dhe tutor prostitutash. Nuk ka asnjë vepër të keqe që ai nuk e ka bërë. Shumë njerëz të pasur dhe aristokrat kanë pësuar humbje për shkak të tij. Normalisht, Michael duhet të ishte mbyllur në burg shumë kohë më parë. Megjithatë, ai mban foto komprometuese të një princeshe mbretërore. Nëse këto foto do të ekspozoheshin, reputacioni i familjes mbretërore me siguri do të shkatërrohej. Prandaj, autoritetet lokale kanë frikë të veprojnë në mënyrë të pamatur. Edhe sa herë që Michael kryen një krim dhe kapet, ai përfundimisht lirohet pa akuza. Duke pasur këtë, sjellja e Michael është bërë gjithnjë me pacip. Qeveria e lartme në fund nuk mundi të duronte më, duke vendosur të urdhëronte MI5-ën që të trajtonte fshehur rrezik këtë çështje. Bazuar në inteligjencën e mbledhur pas një periudhe hetimi, ka shumë të ngjarë që Michael të ketë fshehur fotot komprometuese në kasafortat në Lloyds Bank. Drejtori caktoi autoritet të plot për këtë mision sekret të burit me kostum, të quajtur Tim, pavarësisht nga metodat